Duket se muaji i bekuar i bebushes së Luis Ailit dhe Kiara Titos ka nisur festën me dhurata qëso. Ka qenë shkodrani i zemrës i cili ka zbuluar surprizën e parë për vogëlushen e tij të adhurueshme Luna Mari, duke të rrëmbyer kështu zemrën e të gjithëve. Ai ka publikuar një video ku zbulon edhe dedikimin e fenomenit shkodran Luis Ailit. Në videon e publikuar në Instagram, Luisi shfaqet i veshur me kostumin tradicional shqiptar, duke luajtur çifteli dhe duke kënduar një rapsodi të titulluar Rapsodi për Lunën. Kjo rapsodi duket se ka prekur zemrat e ndjekësve të tij, të cilët kanë shpërthyer në komente pozitive dhe mesazhe mbështetëse për shkodranit të zemrës. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tij ku e komplimentojnë për dedikimin e jashtëzakonshëm dhe teje të bukur. Kjo video ka marrë zemrën dhe ka transmetuar shumë dashuri dhe lumturi tek shqiptarët që e ndjekin me pafund kënaqësi fenomenin shkodran Luis Ailin dhe moderatoren e bukuroshe Kiara Tito. Ndjekësit kanë reaguar menjëherë me komente të mbushura me emocion dhe urime për lunën e vogël, duke vlerësuar këtë gest të Luisit si një nga më të bukurit e tij. Partnerja e tij e dashur Kiara Tito ka qenë gjithashtu ndër të parat që ka reaguar me dashuri ndaj këtij dedikimi të veçantë, i cili duket se po pëlqejet jashtëzakonisht shumë. Përmes kësaj performance tradicionale, ai jo vetëm që i bën një dhuratë artistike vajzës së tij, por edhe përçon vlerat dhe kulturën shqiptare që dëshiron t'i trashëgojë tek ajo. Me siguri kushto që e ka parë dhe e ka dëgjuar këtë rapsodin që Luisi ka krijuar për vogëlushen e tij. Kjo rapsodi me siguri po pëlqejet shumë. E sigurt që ky dedikim do jetë më i veçantë dhe më i bukuri që vogëlushja e tij do të ketë gjithë jetën e saj.